Mirë mëngjes, përshëndetje. Zoti Hoxha, rasti tipik që sa ka djegur ky tavani 22.000 lek, edhe mbi gjitha sa keq të vjen, se për vetëm 3 muaj vjetër si punë. 3 muaj. Shumë veta më thonë, po të vetë ti paguaj këto 3 muaj. Po ka ikur të një, po s'ke të drejt. Nëse nuk ke vërtet vjetër si punë. Po që se ke përfituar një pension të pjesëm, nuk ka rëndësi se nuk mund të blesh me kontribut. Të blesh me kontribut. Mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjes, si përshëndetje. Me shumë interes, po absolutisht rast për të ardhur keq. Urdhëroni. Mirë mëngjes ti. Si kjo që përgjigje? Ju dëgjoj me vëmendje. Mirë mëngjes ti. Mirë mëngjes. Tani pyeti këtë kujtimin, po. Pyeti këtë të lodhurin e pensionave. Të lutem, të gjon zoti Hoxha. Mirë se rikthesh. Mirë se rikthesh në program, një herë dhe me pak qetësi. Ne e bëj pyetjen shumë shkurt. Unë jam e smur me grip, gjëna po s'kishtë. Na thuaj tani, mos e lësho gojën, se të njohim si tip. Po. Po pritë pra të maroj unë e herë. Jepi. I thej bëj një pyetje këtij kujtimin, ne që kemi pension të ulët, do na japë bonus për behar këto ne. Okej, mirë, faleminderit, nuk po të lëm. Zonja, le të themi, është një mikesh e programit edhe kështu e merr çik me bisedën për ata që kanë pensione të ulta të pakësi që unë nuk e pyeta më të ishte do marrin ndonjë bonus apo sigurisht për këtë tham neve. Për këtë tham. Që të gjithë pensionistët duhet të përfshihen, pas a mënyra se si ndahen, po të mos ketë përjashtime. Të mos ketë përjashtime. Tani unë këto e kisha një pyetje dhe zonja na le të themi në nxori në derë, do ta bëja edhe pak më vonë. Okej, këto 230 milionë euro zoti Hoxha do të shpërndahen në formë bonus etj dhe do të shpërndahen brenda këtij viti, që kjo pak i ka ngrohur pensionistët. Tani, në gjykimin tuaj, unë po i pyes në gjykimin tuaj sa ta si dhe sa do i shpërndaj e di shteti. Si duhet të shpërndahen këto para në formën e bonusit? Sepse këtë vit nuk është se i kemi gjithë njësoj kategorinë e pensionistëve, por kemi disa që kanë marrë 18.000 lek, disa që kanë marrë pak, disa që kanë marrë fare tjere. Eksakt. Tani, duke marrë parasysh këto defekte që janë konstatuar në shpërndarjen e këtij kombesimit që ka filluar në janar, sipas vendimit të Këshillit Administrativ në 28, qeveria themon mund të ketë shumë mënyra se si ta shpërndaj. Po si do që të jetë kjo shpërndarje, duhet të ketë parasysh disa kritere. Kriteri parë njerë të mos ketë asnjë përjashtues. Pra që të marrë. Kjo është edhe logjike. Kriteri dytë është që me këto para se ka njerëz që thonë, ore, unë kam kontribuar më shumë. Vërtet marrë 600.000 lek pension, po kam kontribuar më shumë, pse të marrë më pak. Po që kjo është bonus, nuk është është bonus, dhe duke qenë që është nga buxheti i shtetit, qeveria, krahas asaj që do të quhet rishpërndarje, se do ta shpërndarë atë para që ka grumbulluar ato para, ai duhet të ketë parasysh që këto shtresa që janë më pak, të mbrojtura, që kanë pensione më të ulta, të marrin diçka më shumë nga rasti i përgjithshëm këtë. Por sigurisht edhe këta që s'kanë marrë fare nga ky përmuajshmi. Kjo duhet shikuar me vëmendje, që ketë një farë kombesimi për këtë defekt që është konstatuar. Sepse në një farë mënyrë, dikush që me të drejtë dhe shumë mirë, po ka përfituar dhe këtë 18.000 lekshin nga janarje, deri në 10 ora i ka marrë. Po, ky tetë s'ka përfituar fare, duhet ketë një rregull që qatë dhe të vëmendes të atyre teknikve që bëjnë ato llogaritje dhe që do të nxjerrin vendimin ose udhëzimin se si do të shpërndahet, të ketë parasysh për të kemë pak ndoshta pak më shumë prioritet. E se s'kanë marrë fare.